Një rubin gjigant prej 11.000 karatësh është zbuluar në Myanmar në luginën e famshme Mogok, rajoni i njohur në të gjithë botën për prodhimin e gurëve të çmuar. Guri i çmuar peshon 2.2 kg, afërsisht sa një qen i vogël, dhe konsiderohet një nga zbulimet më të mëdha të bëra ndonjëherë në vend. Sipas qeverisë së mbështetur nga ushtria, rubini ka ngjyrë shumë të rrallë, një e kuqe intensive dhe e ndritshme që konsiderohet më e kërkuara në tregun e gurëve të çmuar. Autoritetet thonë se edhe pse është më i vogël se rubini rekord, prej 21.450 karatësh i zbuluar në të njëjtën zonë në vitin 1996, ky gur mund të rezultojë më i vlefshëm për shkak të cilësisë dhe ngjyrës së tij superiore. Ekspertët e industrisë thonë se rubinët me cilësi të lartë mund të arrijnë deri në $1 milion për karat, çka do ta kthente këtë gur në një nga më të shtrenjtët e zbuluar ndonjëherë. Rubinët janë kristale natyrale të mineralit korund. Vlera e tyre përcaktohet kryesisht nga madhësia, pastërtia dhe intensiteti i ngjyrës. Shumica e rubinëve në treg janë vetëm 1 ose 2 karatësh, ndërsa gurët mbi 3 karat konsiderohen jashtëzakonisht të rrallë. Myanmar prodhon rreth 90% të rubinëve më të famshëm në botë, sidomos ata me ngjyrën e gjakut të pëllumbit, të cilët nxirren prej më shumë se 800 vitesh në rajonet Mogok dhe Mong Su.